nga java ardhshme SPAK do ketë një drejtues të ri. Altin Dumani që përmbushi mandatin e tij 3 vjeçar do t'i lërë vendin Klodian Braos. Po si u votua dje në SPAK? Klodian Brao mori 7 vota, Adnan Xholi 3 vota, Elvin Gokaj 1 vot dhe Doreza Musabelliu nuk mori asnjë vot. Të 4 prokurorë me integritet. Në fakt, kush është Klodian Brao? Po ta shohim, ai ka lindur vitin 1982 në Skrapar, ka mbaruar shkollën Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë në 2004, në 2008 magjistraturën me drejtimin prokuror, ka nisur në Prokurinë e Beratit dhe të Vlorës, më pas para 10 vjetësh ka ardhur në Prokurinë e Krimeve të Rënda, është marrë me dosjen e Adriatik Llallës, ish kryeprokurorit, është marrë me dosjen e inceneratorit të Elbasanit, ku ka bërë disa arrestime dhe ka ndarë dhe dosjen e Arben Ametajt si zëvendës kryeministër, është marrë me dosjen 5D të drejtorëve të bashkisë, si dhe me Toyota Auris, që kanë qenë dosje shumë të rëndësishme. Ka pasur një tension mes ndërkombëtarëve, me sa duket dhe mazhorancës, ndërkombëtarët kanë qenë të gjithë në sallë zgjedhjen e Braos. Nuk besoj që ata kanë pasur vrejtje për prokurorët e tjerë, por me sa duket ata kanë pasur një partneritet më të preferuar me Braun. Ideja e tyre kryesore ka qenë që drejtësia të mos kapet nga mazhoranca, sepse drejtësia është një produkt i ndërkombëtarëve dhe kapja e saj do të kompromentonte rolin e tyre dhe mund përdorej si një armë. Tani, problemi kryesor është që sa do ta njohësh prokurorin po vodhe, prokurori nuk ka çfarë të bëjë, nuk të gjen dot derman. Do shohim tani se si do të jetë Brau në raport me Dumanin dhe ky është një kuriozitet i madh edhe publik.